Gjatë natës ka pasur rishje shiu me intensitet mesatar dhe ka filluar dëbora në të gjithë zonën veriore dhe juglindore të vendit. Në disa qarqe dëbora ka arritur një trashësi të konsiderueshme, duke vështirësuar qarkullimin, por nuk raportohet akse të bllokuara. Gjithashtu, ka mungesë të energjisë elektrike në Korçë dhe Kukës. Autoritetet dhe mjetet borpastruese vijojnë punën për mirëmbajtjen e segmenteve rrugore me anë të pastrimit dhe kriposjes. Deri më tani, situata më problematike paraqitet në darkë të Korçës, ku trashësia shtresës së bardhë arrin deri në 50 cm në disa vende. Prezenca e erës së fortë ka favorizuar rishjet e dëborës, duke bërë që aksi Bobostic-Dardh të mbulohet. Dy borpastruese ndodhen në terren për mbajtjen nën kontroll të situatës. Qarkullimi vijon por nevojitën zinxhir. Në doganën e Qafthanës është ndaluar qarkullimi i kamioneve për shkak se po punohet me borpastruese në segmentin hyrës drejt Maqedonisë. Kjo ndërhyrje do të jetë për pak orë, çka deri më tani ka sjellë ndalimin e kamioneve, por me përfundimin e ndërhyrjes nga borpastruesit do të rinisë qarkullimi edhe për këto mjete të tonazhit të rënd. Rishjet e dëborës kanë përfshirë territorin e bashkisë Pukë dhe Fusharrët. Rishjet vijojnë me intensitet mesatar. Aktualisht nuk raportohet për probleme. Për gjatë segmentit rrugor Bardhet-Kryqëzi, i ballë duhet kujdes pasi poshtë borës ka shtreca akulli që e bën të rrezikshëm qarkullimin. Në Bokë-Theth, aktualisht po punohet me 2 mjete borpastruese. Rruga është e hapur, por mjetet duhet të përdorin gomat dimërore e zinxhir për të qarkulluar. Dëbora ka arritur në 7 cm në disa zona, por qarkullimi rrugor nuk paraqitet i bllokuar. I gjithë qarku i Kukësit furnizohet me energji elektrike përveç fshatit Gëdhesht në njësinë administrative Malzi, 15 abonent në fshatin Shtresë të njësisë administrative Topojan, bashkia Kukës dhe njësisë administrative Bujan, bashkia Tropoj. Rishjet e dëborës kanë përfshirë gjatë orëve të fundit Bulqizën dhe zonat malore të Diprës, duke sjellë ulje të ndihshme të temperaturave. Dëbora ka mbuluar rrugët në fshatra, ndërsa në disa akse malore qarkullimi po kryhet me vështirësi. Rrugët nacionale janë të hapura. Rruga Arbërit Peshkopi-Tiranë ka problematika në aksin Fushë-Bulqizë-Qafa-Buallit. Trashësia e borës në Bulqizë kalon 10 cm në zonat malore, shkon 10 deri 25 cm.